Do të flasim tani në lidhje me procesin e antarësimit të bankave shqiptare në SEPA, në zonën e përbashkët evropiane të pagesave në euro, por njëkohësisht edhe në lidhje me zhvillimet digjitale në sektorin financiar dhe bankar në vendin tonë. Më gjërësisht do të flasim me ekspertin e tregjuve financiare, zotin Elvin Meka, njëkohësisht zëvendës rektor dhe dekani i Fakultetit Administrimit të Biznesit pranë Tirana Business University. Profesor Meka, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ta nisim me përdorimin e shqiptarëve të shërbimeve digjitale dhe nga ato që u deklaruat ditën e djeshme në forumin e biznesit mes Bankës së Shqipërisë dhe Dhomës Amerikane të Tregtisë, janë rreth 23 pagesa digjitale për frymë të bëra përgjatë vitit 2024. Në këndvështrimin tuaj, i rëndësishëm është numri apo për çfarë i përdorim këto pagesa? Sigurisht që të dyja kanë rëndësinë e vet. Natyrisht, nëse do të flasim për në terma fizik, pra ashtu që edhe me drejt guvernatori e pohoi, kemi një rritje revolucionare, nëse mund ta shprehim kështu, të numrit pagesave, çka dëshmon pra pagesave elektronike, digjitale, që përdorin, më mirë të themi, instrumenta të tilla, pra pa pasur nevojën për të vajtur në bank ose pa përdorur letrat, pra janë të tëra instrumenta digjitale. Dhe kjo tregon jo vetëm për një rritje të shkallës përfshirjes financiare, pra gjithmonë më shumë qytetarë shqiptar po hynë ose po i bashkohen sistemit, ose me fjalë të tjera sektorit bankar dhe sektorit pagesave, dhe po e gjejnë gjithmonë dhe më të përshtatshme, më komode, më të shpejtë dhe më të thjeshtë për të përdorur këto instrumenta. Sigurisht, edhe nga ata qytetarë të cilët kanë qenë familjar, më mirë themi, me përdorimin e këtyre sistemeve, duket se kanë filluar të rrisin ose të shtojnë frekuencën e përdorimit të këtyre sisteme, sigurisht të mundësuara nga investime gjithmonë të më të mëdha që vetë Banka e Shqipërisë, por sigurisht bankat tregtare dhe institucionet të tjera financiare, jo banka, kanë kryer të paktën gjatë këtyre 5 deri 10 viteve të fundit. Çka në një farë mënyrë e kanë bërë, si thua, të tërë sistemin të pagesave në Shqipëri shumë të aksesueshëm dhe shumë më familjar, më mirë themi, në përdorimin e përditshëm, pra kryesisht për kryerjen, më mirë themi, të pagesave të natyrave të ndryshme, pa që nga ato më të thjeshtat, po themi transferta, depozitime, pagesa, deri te ato ndoshta më të sofistikuar që lidhen kryesisht ose që kanë për klient, më mirë themi, kryesisht ata biznesit. Profesor Meka, në të gjitha këto zhvillime që kanë të bëjnë me ekosistemin në tërësi të pagesave, sa i rëndësishëm është ose sa i rëndësishme është pasja e një karte kombëtare, sikurse mund të jetë Visa, American Express, Mastercard. Ne kemi diskutuar edhe më herët dhe ju thatë që ato fitima dhe komisione, pjesa më e madhe shkojnë për ato kompani, jo për bankat. Natyrisht, Shqipëria është bashkuar vonë, më mirë themi, sistemeve moderne të pagesave dhe objektivisht e ka pasur relativisht të vështirë për të zhvilluar një sistem kombëtar pagesave. Nga ana tjetër, duke për faktin që në ekonominë shqiptare vazhdon të përdoret masivisht dhe moneda euro, kjo pjesë, më mirë themi, e përdorimit të një karte kombëtare të pagesave komplikohet pak. Sigurisht kjo nuk do të thotë ose nuk përbën argument për të mos konsideruar ende një sistem kombëtar, pra të një karte kombëtare për përdorim të brendshëm, pra ekskluziv brenda territorit të Shqipërisë. Është e qartë që për përdorimi i saj ka avantazhe të theksuara për sa i përket kostove të ndërmjetësimit, kryesisht që paguhen jo më shumë nga klientët fundor, por nga bankat ose nga tregtarët, të cilët i pranojnë,
më mirë themi në outletet e tyre ose në njësitë e tyre të shërbimit pagesa të tilla me kartë, sigurisht ky sistem duhej vendosur ose më mirë themi ky vendim strategjik duhej marrë me kohë, pra të flasim këtu 15 vjet ose 20 vjet më parë, kur Banka e Shqipërisë i vendosi këto sisteme moderne të pagesave, pra do të ishte shumë e thjeshtë dhe me kosto më të lirë për të aplikuar më mirë themi një sistem kombëtar ose më mirë themi një kartë kombëtare në lek, pra do bëj fjalë gjithmonë vetëm për monedën lek. Si duket është fare arsyeshme që edhe në kuadër të integrimit të relativisht shpejt të ekonomisë shqiptare në Bashkimin Evropian, por edhe për lehtësitë të përdorimit të kartave si brenda ashtu dhe jashtë Shqipërisë, është gjykuar më efikase përdorimi i këtyre kartave që vijnë nga ofrues ndërkombëtar, pra Visa dhe Mastercard, qoftë edhe për lehtësi si thua të emetimit edhe të kontrollit dhe të sigurisë së tyre, pasi duhet kemi parasysh se aplikimi i një karte kombëtare pagesave do ta vendoste Banka e Shqipërisë ose një institucion përkatës që do të angazhohej më themi ose që do të kishte tagrin të emetimit të këtyre kartave në një pozicion disi të ngjashëm me atë të Visa dhe Mastercardit. Tashmë jo në rang ndërkombëtar, global, por në rang kombëtar. Sigurisht tash edhe një herë nuk ka asgjë të pamundur, ndoshta ka qenë një vendim që duhej marrë strategjikisht shumë vite më parë, mund konsiderohet ende, por në kushtet kur bëhet fjalë për një integrim relativisht të shpejtë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pra duke filluar më herë diku nga viti 2027 ose brenda vitit 2030 dhe mbas hyrjes, më me themi, në BE Shqipërisë, hapi tjetër madhor është bashkimi me zonën euro, gjykohet si mungesë kohore, pra nuk mund gjykohet më si një investim strategjik, aplikimi ose futja një karte kombëtare për lekun, ndërkohë që në një horizont kohor, po themi 10-15 vjeçar, ndoshta edhe më shpejt, leku mund shtuket, pra mund përfundoj dhe Shqipëria do të jetë brenda zonës integrale të përdorimit të euros, gjë që e bën thuajse të pavlefshme ose investim jo fjetimprurës, më mirë themi, emetimin të një karte në lek ose kombëtare në lek. Të kalojmë tek SEPA, profesor Meka. Duke nisur nga muaji i ardhshëm, bankat e nivelit 2 në vendin tonë do të aplikojnë individualisht, nëse nuk gaboj deri në fund të tetorit, për të qenë pjesë e sistemit unik, sistemit përbashkët evropian pagesave. Janë të gatshme bankat tona për të qenë në të njëjtët standarde me ato europiane? Sigurisht përpjekja ka filluar, pa në djenin time disa prej bankave kanë aplikuar, tashmë janë në proces aplikimi, ose po bëhen gati që në muajin prill kur hapet, si themi zyrtarisht, procedura, më mirë themi aplikimit, ato të jenë në avangardë, ose të jenë atë vjen e parë, më mirë themi të ofrimit të këtij lloji shërbimi ose dritare. Jam besim plot që të gjitha bankat, pra sistemit bankar shqiptar, do të përmbushin, më mirë themi, të gjithë detyrimet dhe kërkesat që evidentohen me këtë rast, në mënyrë që ato të kenë mundësi që brenda vitit 2025, pra të jenë të përputhshme plotësisht me SEPA-n, dhe për të ofruar të gjitha lehtësitë për klientët dhe konsumatorët shqiptar. Sigurisht, thënë kjo, procesi nuk është automatik, pra mjafton thjesht të aplikosh dhe ky aplikim do përmbushet. Bankat janë të detyruara të bëjnë disa përshtatje, pse jo edhe disa investime në infrastrukturën ekzistuese të tyre të pagesave, për të përshtatur, më mirë themi, me pjesën e SEPA-s. Sigurisht ka punë, askush nuk mund të mohoj ose të pretendoj që
procesi do të rrjedhi shumë shpejt dhe shumë thjesht, sigurisht është një sfidë, më themi, ndeshemi për herë të parë me një standard tipik evropian, ose më mirë themi, në këtë rast mund të jetë hera e parë, ose si thua përpjekja e parë reale për t'ju bashkuar në një farë mënyre realisht Bashkimit Evropian. Sigurisht, kur them që jam pjesëtim plot, kjo nuk është vetveti ose më shumë thjesht një lloj shprehje dëshire, por duhet pranojmë një fakt që nëse ka një sektor të ekonomisë shqiptare që është më avangard ose më pranë ose më i mundshëm dhe i gatshëm për t'ju bashkuar strukturave Bashkimit Evropian ose të gjithë sistemeve që kanë në funksionim, më mirë themi, Bashkimi Evropian, ky është pikërisht sistemi bankar. Prandaj them që jam pjesëtim plot që edhe në këtë rast, pra edhe në rastin e hyrjes në SEPA, bankingu shqiptar do të jetë plotësisht në gjendje dhe i aftë, pasi zotron, më mirë themi, jo vetëm ekspertizën, por edhe të gjithë mjetet e duhura dhe të përshtatshme financiare për t'u përballur, më mirë themi, me një sfidë të tillë. Kam përshtypjen, profesor, që shpejtimi ose shkurtimi i kohës të kalimit të pagesave nga jashtë në Shqipëri, që në momentin që Shqipëria u bë pjesë e SEPA-s, pra vendi, jo bankat individualisht, koha e shkurtuar ndjeshëm. Më përpara një transfer nga jashtë deshte 1 deri në 3 ditë kohë, ndërsa aktualisht kam përshtypjen brenda 1 ose 2 orësh transferta kryhet. Pra është sigurisht nuk jemi ende në, po themin, funksionalitetin e sistemit SEPA-s, ndoshta kjo ka të bëjë më tepër me një koordinim më të shpejtë edhe midis bankave korrespondente, pra me njëra tjetrën dhe me korrespondentet e tyre në Shqipëri. Sigurisht në momentin e aplikim, pra të hyrjes në SEPA, Shqipëria do mund të integrohet, ose në sistemi i pagesave në Shqipëri do mund të integrohet edhe më mirë për të ofruar jo vetëm transakcione ose transferta brenda ditës, ose brenda disa orësh, por edhe brenda disa sekondave. Pra, që është niveli më i lartë, më mirë themi, i transfertave të menjëhershme. Pra, gjithmonë dhe më mirë do të jetë, si themi, për konsumatorin dhe klientin shqiptar. Dhe si do të përfitojnë konsumatorët, familjet dhe bizneset shqiptare? Guvernatori Seko për disa të herë ka thënë që kursimet do të shkojnë deri në rreth 20 milionë euro në vit. Besoj që kjo do të jetë më shumë një lloj referencë fshitëstare, pasi me zgjerimin e shkëmbimeve, kursimet do të jenë edhe më të mëdha, nisur nga fakti i kësaj që tham, do të jenë 3 nivele, më mirë themi, të pagesave, duke filluar që nga pagesat e menjëhershme deri tek ato që kanë presin edhe një farë kohe, por që ajo që është e sigurt është që klienti shqiptar do të përfitojë jo vetëm në terma të kohës, pra të shpejtësisë, më mirë themi, të transaksioneve, të cilat thamë do jenë nga disa sekonda brenda dite, pra disa orë dhe deri në një ditë, brenda ditëje, por sigurisht çdo lloj transaksioni do të ketë një kosto të përcaktuar, në varësi edhe më mirë themi të intervalit pagesës, pasi jo të gjitha madhësitë ose të pagesave do mund të paguajnë të njëjtën tarifë, por ajo që është e sigurt është që pavarësisht nga lloji dhe madhësia e transaksionit, kostot në kuadër, më mirë themi, të përfshirjes sistemit shqiptar pagesave në SEPA, do të jenë me sigurisht disa herë më të lira, deri në 4 ose 5 herë më të lira, se sa tarifat që paguajmë aktualisht, pra si në dalje dhe në ardhje. Tek remitancat, mendoni se do të rrisni kohësisht volumin, por do t'i zbardhë akoma më shumë remitancat me kohë shumë të shkurtër, me tarifa më të ulta, mbase individët që janë jashtë dhe i dërgojnë para familjarëve të tyre do të zgjedhin kanalet bankare dhe jo nëpërmjet miqve apo të njohurve?
Sigurisht me ofrimin e lehtësive të tilla, natyrisht këto lloj sistemesh nuk janë primarisht të ndërtuara për pagesat vogla. Kjo nuk përjashton, më themi, përdorimin e tyre, sigurisht në përmjet ofrimit, më themi, të tyre lehtësive si në kohë dhe në pagesa do të bjerë më në fund ato justifikimet dhe argumentet e kostove të larta të transfertave dhe të ndërmjetësimit, sigurisht do të ndihmoj akoma dhe më tepër sidomos grupin bizneseve, më shumë se sa pjesën e individëve, por patjetër që do të shtohet, më themi, një alternativë shumë e mirë, shumë efikase, shumë e shpejtë e transferimit fondeve. Duhet të ketë parasysh edhe një fakt i tillë, nuk duhet pritet ndonjë revolucionarizim i madh ose më themi një zhvillim i jashtëzakonshëm ose një boom i madh në volumin ose në numrin e transaksioneve që do kryhen nëpërmjet kanaleve bankare, për vetë afërsinë që kanë tregjet evropiane me Shqipërinë, pra ku sigurisht pjesa më e madhe e qytetarëve shqiptar që jetojnë jashtë Shqipërisë gjenden në Itali dhe në Greqi, të cilat janë vende me akses shumë të shpejtë dhe shumë të shkurtër në territorin shqiptar, gjë që sigurisht nuk është se do të ulë në mënyrë drastike sjelljen fizike, më themi, të këtyre limitancave nga qytetarët shqiptar që banojnë jashtë drejt të afërmve të tyre në Shqipëri. Besoj që lehtësia më e madhe në këtë rast do t'i ofrohet bizneseve. Pra, ose më themi, grupi i interesit që do të vjel ose do të korrë, si thua, përfitimet më të mëdha nga hyrja në SEPA, do të jenë kryesisht bizneset. Ndërkohë, profesor, një tjetër pikë e përmendur dje në konferencë ishte edhe open banking. Dhe Shqipëria ka bërë hapa të jashtëzakonshëm përpara, duke kryesuar sipas guvernatorit Sejko në rajon. Është thuajse në vendet e para. Open banking për çfarë shërben? Është më tepër në shërbim të individëve? Sigurisht open banking në farë mënyrë, nëse mund ta them me terma të thjeshtë, demokratizon sistemin e pagesave ose qasjen në sistem të pagesave. Çka në farë mënyre një qytetar shqiptar nuk do t'i kërkohet më pra që të hapi disa llogari bankare në banka të ndryshme, pra siç ka qenë praktika e deri sot me kryerjes pagesave të institucioneve të ndryshme ose të përfituesve të ndryshme në llogari të ndryshme, pra ku jemi evident edhe ne si konsumator kemi më shumë se një llogari bankare për të përfituar nga, po themi, mos kryerja e transfertave nga njëra bankë në tjetrën për efekt komisioneve. Open banking pikërisht do të ofrojë këtë lloj lehtësie dhe mundësie që mjafton të kesh një llogari bankare ose dhe jo direkt llogari bankare, po mund të kesh një llogari pranë një institucioni. Një formë portofoli. Dhe në një farë mënyre gjithkush ka mundësi të realizojë pagesa drejt teje ose ti mund të bësh pagesa drejt të tjerëve, vetëm nga një llogari, sikundër dhe në aspektin e sigurimit të informacionit dhe të dhënave që ekzistojnë, pra dhëna personale, përbën një revolucion dhe një lehtësim shumë të madh edhe për vetë bankat dhe të gjithë operatorët e tjerë financiar, çka i mundson, më themi, një lloj paraqitje të agreguar të gjendje financiare, pra ne mund kemi 5, 6 ose 10 llogari, ato mund të jenë të unifikuara dhe të agreguara në një informacion të vetëm, i cili do të mundsohet pikërisht nga open banking, çka në një farë mënyre edhe vetë banka do t'i bëj më efikase në drejtim të përpunimit të informacionit financiar në drejtim të klientëve të tyre, pra do të jetë më e thjeshtë edhe për vetë bankat për të gjykuar, po themi, mbi historikun dhe aftësitë financiare të klientëve, sikundër edhe për klientët do të jetë më e thjeshtë nëpërmjet një llogarie bankare, pra nëpërmjet një ekranit vetëm, si mund themi, të mund të menaxhojnë ose të administrojnë të gjithë informacionet dhe kryerjen e të gjithë transaksioneve që kanë të bëjnë me llogaritë e tyre. Dhe ç'është më e rëndësishme, me
kosto ndërmjetësimi shumë më të ulta. Pra nga 0 deri në disa herë më pak më mirë themi se sa që ofrohet pa open banking. Profesor Meka, ju falenderoj për gjitha informacionet e sjellë në studion e televizionit Skan. Ditë mbar.